Ndetje, një të shtunë të mbar ju uroj. Por ka përqenë se s'ban, sepse ka të mirën dhe të vështirën, ka mundësinë dhe rëndësinë. Por pikërisht kjo ditë, e datës 7 të ditës së shtunë, na jep një mundësi dhe një zgjidhje të një problemi madhor që mund kemi pasur para disa kohëve të pazgjidhur. Dhe është momenti tani që të zgjidhet me deo mos dhe ka për të zgjidhur, sepse ky moment është momenti më i mirë i mundshëm për stabilizuar punën dhe karrierën. Duket se dy aktivitete planetare, ndikime planetare që kemi, siç është Marsi me Jupiterin dhe mundësia që na jepen në anën tjetër, ku kemi të bëjmë më shumë me një takim jo të rastësishëm, jo të papritur, por i diçka që e prisnin për shumë kohësh, ku është një ndikim shumë i mirë, është një ndikim që vërtet është mjaft i mbar, ku ndikimet që kanë bënë ndryshimet ka një mundësi të ardhë që jo vetëm se ka pasur probleme ose çështje që keni pasur disa kohë më përpara, ku kemi pasur një katërkëndës që ka qenë në ndikimi Saturnit në Dash, por ka qenë edhe një keq kuptime të ndryshme që keni pasur, por vjen tani shëshimi, rregullimi, stabilizimi i gjithçkaje që juve keni në anën tuaj. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar për gjërat që juve doni dhe stabilizoni. Kjo duket se me anën e pozicionimit të planeteve do të keni mundësinë që juve të zgjidhni ngërçe ose takime të bëni paradite, që janë shumë të mira, shenjat që përfitojnë shumë në këtë drejtim do të themi shenjat e ajrit dhe shenjat e tokës, ku kanë bënë shumë, që janë shenjat e ajrit janë binjakët, janë peshorja, ujori, shenjat e ujit që janë gaforja, që janë akrepët, që janë dhe të shenjës së peshqeve. Prandaj është dhe koha momenti më mirë për të bërë një rregullim, një stabilizim për sa për këtë çështje që ju keni dhe keni lënë pa zgjidhur. Tani, pa humbur